Po. Presim disa letra katrore të tilla, pjekjeje, ja. Dhe vendosim. Po këto, për çfarë? I vendosim në ngrirje. Për të ruajtur salcën. Dhe kur duam t'i heqim, Interesante. i heqim nga një pjesë e nga një Dalin pjesë të si tillë. pllaka ato më vete. Këtë punë mund të bëjmë me hudhrën. Për të ruajtur më gjatë pra salcën. Këtë punë mund të bëjmë me qepën. Po. Mund të bëjmë me Dhe majdanozin. aty shtojmë nga një lugë saj që përdorim për gjellën. Nga një lugë të tillë dhe Kur e largojmë më pas nga ngrirja, edhe një të tillë edhe jemi Kështu nga larg duket sikur kemi vendosur mish të grirë në ngrirje, jape këtë letrën. të punë. Pra ne një rrugë Mund të dy bëjmë me punë. mishin e grirë, mund të bëjmë me gjithçka, mund të bëjmë qoftet të tilla i vendosim në frigorifer. Se që janë në frigorifer, ja, Do t'i vendosim lë këtu. I kemi Dhe të gati pastrojmë për vendin. gatimet e ditëve më pas, kur duam që ta ruajmë salcën siç është, sepse dihet që të gjitha produktet, sidomos produktet organike që kemi përgatitur, si reçeli, ashtu edhe salcat e ndryshme, çdo produkt që vendoset në frigorifer në kavanos, vjen koha dhe do të myket nëse nuk kujdesemi për të. Pra, varianti i parë është lëria e kapakut, siç tha Albana, me mustard, e mban atë më të freskët dhe të pamykur, tjetra mund ta ngrim, ka do një mënyrë tjetër me vaj. Tek qepat e hudhra mund ta vendosim në ngrirëset e akullit, si të doni ju. Dhe Vazhdojmë me kalojmë pontin sërish tani, me pontin. sepse kemi mundësi që të përdorim margjinar dhe për ata që edhe kushtojnë edhe më pak. Siç e kam,